Përmendja tjetër, përmes të cilës ne do të afrohemi ka Allahu Gjellëshanuhu dhe do të përjetojmë madhështinë e Zotit Gjellëshanuhu e do të na pastrohet zemra ime nga çdo emet, nga çdo gjë negative, është e fjala Subhanallahi ve bihamdihi. Pra dhikri i tretë me të cilën pejgamberi alayhi salam e përmendte Zotin e madhruar ishte fjala e lartë përmendur. Fjala Subhanallahi ve bihamdihi do të thotë i patameta është Allahu i madhruar dhe vetëm ata e falenderojmë. Imagjinoj nderuar i vëlla, nëse jeta jonë është e mbushur me këtë fjalë. Wallahi, kjo fjalë na afron afër xhennetit, afër kënaqësisë së Zotit Gjellëshanuhu. Përmes kësaj fjale, njeriu i largon mendimet negative dhe e lidh zemrën e tij me krijuesin absolut dhe me botën tjetër. E çfarë vlere ka? Nga se Muhamedi alayhi salam, po edhe Kurani Azimushan të nderuar besimtar, për çdo vepër të mirë na tregon shpërblimin që të na shtije që pak më shpesh ta bëjmë atë vepër, me qëllim që të arrijmë sevapet që na premton Zoti Gjellëshanuhu përmes të dërguarit të tij. Thot i dashuri Allahut: Men qale subhanallahi ve bihamdihi buriset lehu nakhlatun fil jannah. Kush e thot këtë fjalë, pra kush i përkushtohet Allahu Gjellëshanuhu përmes këtij adhurimi, thot Muhamedi alayhi salam, këtij njeriu i mbjellet më palme në xhennet. E thot pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, një dru në xhennet, një kalorës nuk mund ta kaloje për 500 vite. E me pak fjalë, me pak mund, me pak kontribut, arrin që ta fitosh këtë shpërblim të madh. Me një hadith tjetër, i dashuri Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: Men qale fil yawmi 100 marratin subhanallahi wa bihamdihi khuttat khatayahu walau kana mithlu zabadul bahri. Kush thot 100 herë në ditë subhanallahi wa bihamdihi, atij njeriut i fshihen mëkatet, por edhe nëse ka mëkate sa shkume e detit. Do të thot, nëse ne praktikojmë këtë adhurim, nëse ne e themi këtë fjalë, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam na premton faljen e mëkateve. A nuk është një privilegj? A nuk është një kënaqësi që ne në veçanti në këtë muaj të bekuar ta madhrojmë Zotin Gjellëshanuhu përmes kësaj fjale? Po vallahi është privilegj i madh, kënaqësi e madhe, por paraprakisht duhet të largojmë nefsin dhe citjet e shejtanit që të jemi të qetë me ose në hijen e kësaj fjale madhështore, pra fjale subhanallahi ve bihamdihi.